Nderuar miq, mirësërish jemi sërish në takimin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të flasim në këtë takim të radhës për kujtimin e vdekjes si një prej cilësive të besimtarëve devotshëm. Do të flasim mbi vlerën, mbi rëndësinë, mbi konceptin e duhur në raport me përkujtimin e vdekjes. Sa ngjall kjo trishtim, sa ngjall kjo realitet dhe cila do të jetë marrëdhënia që besimtari duhet ndërtojë në mënyrë korrekte me përkujtimin e vdekjes. Këtë temë do ta trajtojmë me Hoxhën nderuar Sabit Idrizi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se ju gjej. Hoxh, çfarë vendi ka përkujtimi i vdekjes në Islam dhe si e përshkruan veçanërisht Kurani këtë realitet që është i pashmangshëm për çdo kënd? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderoj me falenderimet e shumta, sepse është Zoti vetëm një që duhet të falenderohet, që duhet të adhurohet me të drejtë. Dërgojmë salavate për shëndetjet e tona mbi të dërguarin ton, mësuesin e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me të vërtetë, kjo temë që do ta trajtojmë së bashku është një temë që Allahu subhanahu wa taala flet shumë qartë në librin e tij të fundit në Kur'anin famulart. Thot Allahu i lartë madhruar, kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo qenje ka për ta shijuar vdekjen. Andaj në konceptin islam, vdekja është ndrimi i jetës. Dhe se me vdekje nuk përfundon asgjë, por fillon diçka e re, që është bota e përtejme apo bota tjetër. Andaj në shumë ajete kuranore, Allahu i lartë madhëruar flet për këtë temë. Flet për këtë temë që t'ju tregoj njerëzimit të mbar se unë jam Zoti juaj. Dhe për këtë Allahu thot në Kur'an, Tebarakalladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. I lartë madhëruar është ai në dorën e të cilit është sundimi. Dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pra është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju shikoj ju si kush është më vepër miri. Pra së pari, Allahu në këtë ajet kuranor e përmend vdekjen para jetës, sepse njeriu nuk ka ekzistuar. Allahu e ka krijuar. Pra tregon se ai ke qenë, domethënë nuk ke qenë hiç në jetën e kësaj bote, pastaj të kam kriju, dhe fundi yt përsëri është vdekje. Domethënë çysh është fillimi i embrionit, pas vdekjes fillon trupi, nxjerrët shpirti, fillon trupi duke u asgjësuar dhe njeriu pra duhet ta kuptoj vdekjen si një proces që Allahu e ka lënë për çdo kënd, të pasur dhe të varfër, për pejgamberët, për njerëzit më të mirë, për dietarët. Andaj në vdekje si vdekje ne si besimtar, pra nëse ndalmi tek ajeti kuranor që e ceka dhe përmenda në fillim, Allahu e përmend në këtë ajet kuranor kur thot kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo qenje ka për ta shijuar vdekjen, tregon se vdekja është një shije. Pra është një shije që do ta përjetojmë të gjithë të gjallët. Pra është një shije që kemi me përjetu të gjithë, andaj a përfundon gjithçka me këtë jo. Në vazhdim këtij ajeti kuranor Allahu i lartë madhëruar thot: "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Shpërblimin e punëve të juaja, veprave të juaja keni me marrë në ditën e gjykimit. Shpërblimin e veprave besimtari e merr edhe në jetën e kësaj bote, diçka. Për asaj çka punon, për mirësive të tij që i bën jetën e kësaj bote. Mirë po, shpërblimin e plot
për veprat e mira, për besimin, për imanin, për namazin, për zeqatin, për mirësitë që i ki ba, për hir të Allahut, atëherë shpërblimin do ta marrësh në botën tjetër në ditën e gjykimit. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Pastaj në vazhdim Allahu thot, dhe kush largohet, i shpëton zjarrit dhe futet në xhenet, vetëm se ka fituar. Kjo është fitore. Kjo është fitore që duhet ta ketë dert çdo njeri dhe çdo besimtar dhe besimtare, dhe do ta ketë synim xhenetet e Allahut. Kjo është fitore, dhe Allahu në fund këtij ajeti kuranor na tregon se edhe një herë se shumë e pavlerë është jeta kësaj bote, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, dhe se jeta e kësaj bote nuk është vetëm se një përjetje mashtruese. Pra, gjitha këto ajete janë një lloj përshkrimi, një lloj panorame e një realiteti të madh me të cilën do përballet çdo kush për besimtarëve, madje edhe çdo krijesë. Po ndërkohë përkujtimi i vdekjes nuk vjen si një presion thjesht friksues për besimtarin, po shpesh ajo ka dobi në jetën e kësaj bote që lidhen me vetëdijen e tij, por se dhe me një jetesë sa më realiste. Si ta kuptojmë pra përkujtimin e vdekjes në këtë kontekst? Feja jonë islam është fe e natyrshme. Është fe që i jep kuptim jetës. Andaj edhe në aspektin e islamit nuk ka besimtari që të friksohet kur për vdekjes. Nuk është kujtimi apo rikujtimi i vdekjes për t'i trembur njerëzit. Nuk është rikujtimi i vdekjes për t'i trishtuar njerëzit. Rikujtimi i vdekjes është për të ngjallë ndërgjegjen dhe për të ngjallë njeriu dhe përmirësimin e tij në jetën e kësaj bote. Andaj vdekja për besimtarin është çlirimi i asaj çka e ka godit prej sprovave, prej mërzive, prej pikëllimeve në jetën e kësaj bote. Andaj i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, thot udhkuru hadim al-ladhat. Përmendeni ose kujtojeni shumë diçka që ju afprish kënaqësitë e kësaj bote, kjo është vdekja. Do të thonë besimtari duhet ta rikujtoj vdekjen jo për me ra në pesimizëm, po për ta ngritur ndjenjen e tij se duhet të punoj shumë që ta fitoj kënaqësinë e Allahut dhe xhenetit e tij. Ndërkohë në shoqëritë tradicionale vdekja ndoshta përkujtohej më tepër sepse dhe varrezat ishin brenda qytetit, brenda po themi jetës së njerëzve dhe pashmangshmërisht njerëzit përkujtoheshin me banesën e tyre të radhës që ishte varri. Në shoqëritë moderne vdekja pothuajse nuk përmendet fare, nuk është pjesë e jetës. Madje sapo e hapsi bisedë me dikë, nuk dëshiron që të dëgjoj mbi të. Përse njeriu modern nuk është i gatshëm të dëgjojë për vdekjen dhe nuk do të dëgjojë për të? Shumë i vëllai dashur nxjerrë këtë pyetje, këtë paralele. Me të vërtetë se ne jemi çdo ditë me xhamat dhe jemi me vëllezërit e tan, marrim pjesë në shumë në për raste të varrimit. Mirë po, shtrohet pyetja, ka kush merr mësim? Përpara njerëzit, mbaj mend edhe si fëmijë, nëse kem shkuar në ndonjë varrim, ka qenë, domethënë, dita e atij varrimi, atij rasti, ka qenë, domethënë, për familje, për fshatin, për rrethin, ka qenë një kujtim shumë i fortë. Sot dëgjojmë ndoshta në varrezat e tona kur njeriu i përgatitet për mja fal namazin e xhenazës, njerëzit nuk marrin mësim nga kjo. Marrin pjesë vetëm në mënyrë fizike. Mirë, por nuk meditojnë rreth asaj se edhe unë nesër do të jem, po ai që është shtrirë sot. Edhe unë nesër do të jem ky person i cili do ta shijoj pra vdekjen. Andaj kisha pas qef që me dërgu këtë mesazh tek, tek populli i ynë, që në raste të tilla
spaku të solidarizohemi me njerëz, me familjarët, ashtu siç duhet, siç na ka porositur Allahu, jo duke ja kryer vllavit ton apo motrës ton obligimin siç duhet, duke ja fal namazin, duke u lutur për ta, e jo duke nejt mbrapa edhe duke pi ndoshta edhe cigare edhe duhan. Pra dhe në raste varimesh zgjedhin të rinë në skaj, në periferi dhe të mos përfshirë. Dhe harrojnë shpërblimin çka do të thotë shpërblimi i përcjelljes një vllau ose një motre më ia fal namazin dhe më dërgu në varr. Andaj në kohën bashkëkohore kemi shumë nevojë. Kemi shumë nevojë, domethënë të kthehemi natyrshmërisë që Zoti na ka kriju, të kemi dëmshuri për të tjerët më shumë dhe të mundohemi të gjindemi njerëzve në pikëllimit e tyre. Andaj më së e nevojshme është që ne si besimtar pra të jem domethënë me vëllezërit e tanë në rastet e pikëllimit e jo të rrim skajeve apo qosheve, sepse me të vërtetë nuk takon me parimet dhe me sjelljet që na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar i dërguari ynë, pa as nuk përkon me traditën që ne e kemi mri, domethënë më herët prej hoxhallarëve dhe familjarëve tanë. Me të vërtetë ka qenë një solidaritet shumë i madh mes vete. Me të vërtetë janë mërzitur shumë për anta për rastin që ka ndodhur vllavit ose kujshis apo shokut e kështu me radhë. Ndërkohë, përkujtimi i vdekjes e ndihmon njeriu që dhe jetën e kësaj bote të jetë më i vetëdijshëm, të jetë më i kujdesshëm, po si ndikon përkujtimi i vdekjes në raport me marrëdhëniet mes njerëzve, marrëdhëniet mes besimtarëve, po dhe me gjithë shoqërinë në përgjithësi? Unë e kanë në fillim, vdekja është këshill dhe ndikon shumë. Njeriu që e përkujton vdekjen bëhet shumë më i mirë, bëhet shumë më modest, bëhet falës kur të tjerët i bëjnë pa drejt, bëhet më i durueshëm. Dhe për këtë arsye tha i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të thot fjalë të mira ose le të hesht. Pra ai cili beson se ka me dal para Allahut, ka me dal në ditën e gjykimit, dhe ka me dhënë llogari për gjestet e tij, për fjalët e tij, për veprat e tij, dhe e kujton vdekjen, ai gjithmonë ka veten në kontroll. Ruhet nga gjunahet, ruhet nga haramat, ruhet nga padrejtësia, ruhet nga përgojimi, nga zilia. Për këtë arsye kur është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cili është besimtari më i mirë, ka thënë ai i cili ka moralin më të mirë. Por kur është pyetur cili është besimtari më i mençur, ka thënë ai i cili e kujton vdekjen. Dhe thot Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, thot isha një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe erdhi një ansar dhe po e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot se këtë hadith që e përmenda, se kush është besimtari më i mirë, ai i cili ka moral më të mirë, kush është më i mençur, ai i cili domethënë e përkujton vdekjen edhe punon shumë se çka do të vi pas vdekjes. Andaj ne si besimtar duhet të mundohemi shumë që të kontribuojmë domethënë kësaj çështje. Po gjithsesi çdo kush prej njerëzve ka përjetimet e veta në mënyrën se si i shef gjërat, edhe për kujtimin e vdekjes njerëzit i shohin në mënyra të ndryshme. Si të ruajmë ekuilibrin mes një përkujtimi i cili na nxit për përgatitjen tonë për ahiret, po dhe për një jetë të gëzueshme normale në jetën e kësaj bote. Islami nuk e ndalon gëzimin, harejen. Feja jonë është feja natyrshme, por nuk lejon me u përzi këto gjëra. Kemi ne festat tona, bajrami është bajram, xhumaja është xhuma, janë ditë të gëzimit, deka është dek,
kujtimi i vdekjes është kujtimi i vdekjes, darsma është darsma. Mirë po, feja jonë e balancon jetën e kësaj bote me botën tjetër. Dhe për këtë Allahu i lartë madhëruar thot në librin e tij në Kur'an: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya." Që do të thotë se kërko me atë që të ka dhënë Allahu botën tjetër. Në botën tjetër ta kërkoj me atë që Allahu na ka dhënë mundësitë prej dijes, prej pasurisë. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mirë po mos e harro atë që ka takon me kry për këtë botë. Andaj ky ajet kuranor na i bën shumë të qartë se ne sa të jemi gjallë do të mundohemi të punojmë edhe për jetën e kësaj bote, sepse ky din me të cilin ka ardhur i dërguari i fundit Muhamedi alayhis salam ka ardhur me i dhënë kuptim jetës, me kuptu qëllimin e jetës, pse ne frymojmë, pse ne ekzistojmë në jetën e kësaj bote. Pastaj ky din i jep përgjigje pyetjeve se ku kemi shku nesër. Këto përgjigje, vllai dashur, nuk mundesh të gjesh përveç se në librin e Allahut. Qëllimin e jetës, po ti shfletosh të gjitha librat e dynjas nëpër bibliotekat e botës, nuk mundesh me gjetë vetëm se çysh Allahu e ka përshkruar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pra qëllimi final, se ne frymojmë, ekzistojmë në jetën e kësaj bote, është ku thot Allahu: "Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë." Pastaj Allahu subhanahu wa taala përmes këtij libri, përmes profetit të fundit, të dërguarit të fundit, ka tregu, ti ka thënë edhe pyetjet, mja dhënë jetën e kësaj bote që kur gjë momenti me u përgjigj në varr dhe në ditën e gjykimit, e ke dhënë përgjigjen në dynja. Nuk mundesh me dhënë përgjigjen e pyetjeve të provimit që Allahu i ka përmendur. Kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është pejgamberi yt? Do të pyetesh në ditën e gjykimit për namazin tënd, për pasurinë, për rinin, për gjitha këto. Andaj pyetjet Allahu t'i ka dërguar në librin e tij, përmes të dërguarit të tij, po edhe përgjigjet i ka treguar çfarë përgjigje të sakta duhet me dhanë në mënyrë që me marr notën kaluese për me shku në xhenetin e Allahut. Gjithashtu profeti alayhis salam këtë temë ka trajtuar në mënyrë të vazhdueshme me sahabët, duke i porositur me porosi të drejtë për drejta mbi vlerën, rëndësinë e përkujtimit të vdekjes. A mund të na citoni disa nga hadithet e profetit alayhis salam që porosisin për këtë temë? I dërguari ynë, pra mësues i njerëzimit, nuk ka lënë sferën, nuk ka lënë porët jetës, vetëm se ka trajtuar temat e ndryshme në mënyrën më të mirë, me mesazhet më të forta, me amanetin më të madh që ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë, siç thot Abdullah ibn Umayr radiallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Abdullah ibn Umayr thot më ka kap i dërguari Allahut për supe dhe më ka thënë: je në dynja sikurse i huaj ose një kalimtar që kalon rrugën. Tërheqja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse i dërguari Allahut gjithmonë ka dashur që me tërheq një paralele që ndëgjuesit të cilët do ta mëson diçka t'i lënë gjurmë atij. Ky jo që e transmeton fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ja ka dhënë mesazhin, po thotë edhe më ka prek, domethënë në supe, që jam duke ta dhënë një mesazh, cilin mesazh kemi përcjell, kjo fjalë do të përcjellet deri në ditën e Kiametit. Je në dynja i huaj, ose sikur një kalimtar që kalon rrugën. Domethënë njeriu që është kalimtar apo që është i huaj, çfarë të merr mendja, çfarë rrin një çast, rrin një moment, 2-3 orë edhe ec kështu,
Pra besimtari duhet ta kuptoj se kjo dynja çka vlerë. Dhe ishte Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu kur thoshte në fjalët e tij, nëse thot e ki prit mëngjesin, mos mendo që do ta prishës mramjen. Po nëse arrin mramjen, atëherë mos mendo se do ta arrish mëngjesin. A dhe kjo është një hadith që na jep neve si besimtar një mesazh shumë të fortë që tregon se besimtari duhet ta kuptoj thjeshtësinë dhe përkohshmërinë e jetës, se kjo jetë është e përkohshme, nuk është jetë që do të mbesim në amshim në jetën e kësaj bote, andaj ne duhet ta synojmë atë për të cilën përmallohemi shumë që janë xhenetet e Allahut edhe shikimi në fytyrën e Allahut. Hoxh, bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish të temës tonë, për mi shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio miq, po flasim pikërisht mbi vlerën, rëndësinë dhe dobinë dhe efektet që duhet t'i jap në jetën e çdo besimtari për kujtimi i vdekjes si një realitet i pashmangshëm për gjithë secilin. Dhe Hoxha nderuar Sabit Idrizi po tregon mënyrën se si duhet t'i qaset çdo besimtar kësaj teme. Ndërkohë, Hoxh, kjo ndoshta është një temë që më së tepërmi e përjetojnë, ose edhe përkujtojnë moshat më të vjetra. A është një temë që duhet ta trajtojnë edhe të rinjt, pra gjithë gjeneratat, apo është një temë kryesisht për moshat e vjetra? Çështja e rikujtimit të vdekjes përfshin të gjitha shtresat. Një gjë duhet ta kemi parasysh që po ti shikosh statistikat sa vdesin dhe çfarë moshe vdesin njerëzit në përballë, do të ishte se shumica e tyre janë të rinj. Nuk janë moshës të shtyra, apo pleçnë që ju thonë. Andaj do ta kuptojmë të rinjt që janë energjia e umetit. Do ta kuptojnë të rinjt se kujtimi i vdekjes i bën ata që ta kenë rininë e tyre në kontroll. Sepse periudha e rinisë është periudha më e rrezikshme në jetën e njeriut. Periudha e rinisë është periudha që çdo njeri i kalon me disa sfida, mirë por nëse rininë e tij din ta kanalizojë në atë që na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo i ri do ta bëj rininë e tij të bujshme dhe do të futet pastaj në ato ajete dhe në ato hadithet ku i dërguari ynë i lavdron pra rinin, do të jenë në hijen e arshit të Allahut, sepse mosha e rinis, periudha e rinis është një sfidë në vete. Andaj i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, përfito 5 gjëra para 5 të tjerave, e një nga to e përmend rinin para pleqërisë. Që do të thotë se përkujtimi i vdekjes nuk është vetëm për një gjenerat caktuar duke e anashkaluar një gjenerat tjetër. Andaj, çdo njeri i moshrritur, çdo njeri qoftë mashkull, qoftë femër, duhet të mendoj për vdekjen, sepse vdekja është një terapi që ja mundson atij ta përmirësoj jetën dhe ta ketë vetveten e tij nën kontroll, që mos shkoj nga ato rrugë të cilat nuk është i kënaqur krijuesi ynë Allahu subhanahu wa taala. Vizita e varrezave është gjithashtu diçka e pëlqyer në Islam, diçka që e gjejmë në hadithet e Profetit alayhis salam. A është kjo për shkakun se na ndihmon të përkujtojmë vdekjen, cilat janë dobit që mund të marrë besimtari në vizitën që ju bën varrezave? Vizita e varrezave është një këshill në vete. Po ti vizitosh varrezat, do të meditosh se ato ka pas njerëz që kanë jetuar edhe me ty. Ne kemi secilin familjet e tona që deri dje ka qenë
në mesin tonë dhe është ndarë nga kjo botë. Dhe i dërguari ynë na ka porositur që t'i vizitojmë varrezat, duke thënë vizitoni varrezat sepse ato ju a përkujtojnë botën tjetër, ose vizitoni varrezat sepse ato ju a kujtojnë vdekjen. Andaj, ne si besimtar kemi për detyrë dhe vizita e varrezat e zbut zemrën. Vizita e varrezave e zbut zemrën dhe të shtin të meditosh dhe të kujtosh se dhe ne një ditë do t'i bashkangjitemi atij karavanit të madh njerëzish që janë nën tokë dhe si thot një fjalë e urtë arabe, çdo send që është mbi tokë do të jetë nën tokë. Andaj Allahu i lartmadhëruar i ka thënë të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, sa ka qenë gjallaj, inneke meyyit thumma innahum meyyitun. Ti do të vdesësh, por edhe ata që vijnë pas teje do të vdesin. Andaj ai i cili e sheh veten me një të ardhme të afërt, se edhe ai do të jetë prej banorëve të varrezave, është mirë që t'i vizitoj ato, të marrë mësime, jo për të rënë në pesimizëm apo për të ra ambicjet e tij, po për të marrë fuqi, që kur të kthehet në shtëpi të jetë burr më i mirë, si në raport me familjen e tij, si në raport me Allahun subhanahu wa taala. Andaj vizita e varrezave është një këshill shumë e madhe. Në modernitet çdo kush vrapon dhe shumë pak kanë kohë që të mendojnë, të reflektojnë, madje edhe për momentin më decisiv në jetën e tyre, që është vdekja, që është destinacioni i pashmangshëm për çdo kënd, pavarësisht situatës apo po themi stadit ku ndodhet. Sa e rëndësishme është që në një botë që vrapojmë, të ndalojmë dhe të meditojmë mbi këtë çast të pashmangshëm për asnjëri prej nesh. Në rrethanat të cilat jetojmë, në një botë që vrapon pas materializmit, në një botë që është e angazhuar me një shpejtësi shumë të madhe, domethënë kur njerëzit janë të zanë me punë të ndryshme, komoditeti i madh, zhvillimi i madh, shumicën prej njerëzve i bën që me harru takimin me Allahun, me harru vdekjen dhe me harru rikujtimin apo përkujtimin e vdekjes. Andaj ne jemi të thirrur që të jem vigjilent, të jem të mençur, sepse jeta është një kartë e cila harxhohet. Andaj nuk e mediton ndoshta guri e drunit ja kushtojmë këtë rëndësi kaq të madhe, mirë po do t'ja kushtojmë rëndësinë krijuesit tonë. Ta adhurojmë, ta kuptojmë qëllimin pse jemi dalë në këtë botë. Ta kuptojmë qëllimin final pse Zoti na ka kriju. Atëherë nëse këtë kemi gjithmonë në ndijen tonë, edhe pse jetojmë në këtë kohë moderne kur shumë janë çështjet, domethënë dhe njerëzit janë të angazhuar dhe janë të zënë me punë të ndryshme, atëherë ne e jetojmë jetën siç na ka porositur Allahu dhe siç na ka porositur i dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë arsye i dërguari ynë thot, sikur ti ishte qenë të kishte pas vlerë dynjaja sa një mushkonjë. Po të kishte pas vlerë, Allahu atij që zbeson nuk ishte me i dhënë asnjë pikë ujë. Do thonë vlera e dynjas që ka është. Do thonë po të kishte pas vlerë dynjaja, Allahu nuk ishte me i dhënë atij që zbeson asnjë pikë ujë. Po kjo s'ka vlerë te Allah, por atë i jep edhe atij që beson edhe atij që zbeson. Andaj ne si besimtar pra duhet të mundohemi të qëndrojmë stabil, stoik që Zoti na ka mësuar dhe na ka mësuar i dërguari ynë Muhamedi
sallallahu alaihi wasallam dhe të ruajmë vlerat e tona, të ruajmë dinin ton, të ruajmë familjet e tona, sidomos në këtë kohë që më të vërtet është kohë e cila i ka trondit apo i ka lohat shumë njerëz për shkak të zhvillimeve të ndryshme të cilat ndodhin në botë. Pavarësisht se në vetvete kjo botë nuk ka vlerë, ashtu siç cituat dhe ju hadithin, çdo besimtar obligohet që ta jetojë këtë jetë në formë më të mirë. Madje historitë e profetëve, historitë e njerëzve të mëdhenj, një histori që kanë jetuar në jetën e kësaj bote. Si na fton përkujtimi i vdekjes për ta jetuar këtë jetë në mënyrë më dinjitoze, me përgjegjësimë, me ndershmëri dhe me gjitha vlerat dhe virtytet e duhura. Kur njeriu kujton se çdo ditë mund të jetë dita e fundit e tij, ai çdo herë do të mundohet të bëj atë që është më e mira. Kur njeriu kujton se për atë që e bën, do ta merr shpërblimin jo një fish, po shumë fish deri pa llogari prej krijuesit të vet. Atëherë kjo do ta bëj atë shumë që do të jetë njeri i leveshëm dhe do të punoj shumë për Allahun subhanahu wa taala. Andaj kujtimi i vdekjes e bën njeriu të jetojë me një qëllim shumë të madh dhe të largoj gafletin apo shkujdesjen nga vetvetja e tij. Dhe për këtë po të shikojmë jetën profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh sprovat e tij, mundimet e tij, gjithmonë ishte në shkallën më të lartë të moralit, për arsye se misioni i tij, ardhja e tij si pejgamber, kishte një qëllim shumë fisnik që të zgjojë njerëzimin prej adhurimit të idhujve në adhurimin e Zotit një, që është Allahu subhanahu wa taala. Andaj kështu i edukoi gjeneratat, shokët e tij, sahabët, dhe kështu edukuan besimtarët deri në ditën e sodit. Sepse Allahu thot në Kur'an: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kush punon mirë sa një grinc, atë ka me pa te Allahu, dhe kush punon keq sa një grinc, edhe atë ka me pa dhe do ta gjej te Allahu. Andaj kur ne jetojmë në këtë mënyrë dhe jemi të përcjellur prej melekëve të cilët na shënojnë çdo të mirë dhe çdo të keq, qoftë edhe sa një grimc, atëherë kjo na bën neve vetdijen që ta përmirësojmë shumë vetveten tonë. Andaj besimtari dhe besimtarja, apo besimtarët në përgjithësi, e kanë këtë vetdije dhe duhet ta kenë këtë vetdije në mënyrë që kujtimi i vdekjes ata i bën që ta kenë vetveten e tyre në kontroll. Dhe në përfundim, Hoxh, a ka dua të caktuara apo adhurime të caktuara që e bëjnë besimtarin që të mos ta haroj për kujtimin e vdekjes dhe realitetin e botës tjetër? Duat apo ato gjëra që e bëjnë besimtarin që mos ta harroj kujtimin e vdekjes është libri i Allahut. Kurani famulart është libër që nuk vjen e kota prej tij. Dhe po ta shflytësh Kur'anin në faqen e parë, e lexon surën Fatiha, ku Allahu thot: "Elhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin." Sunduesi i ditës së gjykimit. Ose në fillim, fjala e Allahut: "Elhamdulillahi rabbil alamin." Të gjitha falënderimet i takojnë Zotit të botrave. Për cilën botë? Në më thonë Zotit të botrave, Allahu është Zoti i botrave. Andaj, Kur'ani, që nga fillimi deri në mbarim, sa herë ta shflytësh, të bën që me kujtu takimin me Allah, bën që me kujtu ditën e gjykimit, bën që me kujtu vdekjen. Andaj, Maliki Yawmiddin, sunduesi i ditës e gjykimit,
kur do të kthehet këtë njerëzimit, këtë krijesat do të dalin para tij. Andaj Kurani tërsi, dhikri, istighfari, falja e 5 kohëve të namazit, që janë në mënyrë ditore, këtë të rikujtojnë dhe të kthejnë që ne jem duke punu, jem duke besu dhe jem duke vepru për atë çka do të dalim para Allahut pra në ditën e gjykimit, e cila na kthen te vdekja, që është stacioni i parë për me dal në botën tjetër. Andaj një prej lutjeve profetike ka qenë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O Allah, bëje vdekjen çlirim për ne nga çdo e keqe." Andaj ka shumë hadithe që tregojnë dhe ja rikujtojnë çdo herë besimtarit që të jetë e fresë në ndjenja e tij dhe kujtimi i tij për vdekjen, dhe për mos më bëj tepër, që në mëngjes si të zgjohesh, në mëngjes natën kur të flesh, është duaja profetike: "Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur." Pra falënderimi i takon Allahut, i cili na ngjalli pasi që ishim të vdekur dhe tek ai kemi u kthy. Pra kjo është dua kur zgjohesh nga gjumi, më njëherë të kujton që me falëndëru Allahun për arsye se ai është meritori dhe na i kujton edhe një herë se do të kthehemi tek ai. Domethënë libri i Allahut, suneti profetik i të dërguarit ton Muhamedit alayhis salam është i shërmbushur me rikujtime në forma të ndryshme, vdekja si vdekja, po kujtimi i vdekjes në Kur'an dhe ajetet kuranore dikun janë më shumë se 150 ajete që flasin për vdekjen në mënyra të ndryshme. Mirë po, ne lutem Allahun që Allahu kur na vjen ky moment, ky çast, lutem Allahun që Allahu të na merr shpirtat e tan dhe të gjithë besimtarëve me iman dhe dalim faqe bardhë para Allahut. Zot të nderoft për këto shpjegime dhe për këtë bisedë. Për miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për kujtimin e vdekjes si një mirësi në jetën e kësaj bote, në mënyrën se si besimtari e jeton jetën, se si me të po themi pasurohet shoqëria dhe mbi të gjitha mbi realitetin e pashmangshëm që do të ketë gjithë secili me vdekjen dhe me daljen para Allahut të Madhëruar. Ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish javën e ardhshme me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar. Deri atëherë kalofshi sa mirë.